Kemi nga India, Arabia Saudite, Emiratet Bashkuara Arabe, Katari, drejt Marsejës, kështu më radhë. Natyrisht edhe Shqipëria ka një vend në këto rrëfyes, kështu që është diçka shumë kuptim plot. Duhet përshëndrohemi pra tek ky projekt G20-s me aftësitë dhe instrumentet e duhura që do të thotë Banka Botërore, financim nga BE-ja dhe financime nga të gjitha qeveritë për të nxjerrë rezultate. Por unë jam një star mjaft i madh i ndërlidhjes. Faleminderit shumë zotë president që ju përgjigjet këtyre pyetjeve. E di që nuk është se keni fort kohë. Faleminderit. Faleminderit shumë për vëmendjen, faleminderit Richard dhe Cecilia. Faleminderit Jasir shumë, më lini t'ju them vetëm me pak fjalë. Është jashtëzakonisht mirë që t'ju kesh në Europë. E di që vini nga anë të ndryshme të botës. Ky është një vend i stabil dhe i besueshëm dhe në këtë botë mos i nënvlerësoni fuqitë e cilësive të tilla. Dhe jam shumë i lumtur që jeni këtu për te shakave që bëj me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht keni në fakt pikën hyrëse në këtë rajon Ballkanit Perëndimor, po edhe më gjerë dhe është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri sepse keni një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjell rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jenë pjesë e BE-s. Dhe dua që të dini, të jeni të sigurt që ne si europian do të japim rezultate. Tashmë që kemi një linjëzim të fortë midis Francës dhe Gjermanisë, do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Pra ju lutem investoni në Europë, ju lutem besojini Europës, sepse kemi nevojë për besimin tuaj, për investimet tuaja, në mënyrë që të realizojmë këtë agjendë kaq ambicioze, sepse mendoj që është agjenda e dur, jo vetëm për europianët, por edhe për rajonet e tjera, për të krijuar sa më shumë stabilitet. Faleminderit shumë zonja dhe zotrinj, një duar trokitje për presidentin Macron dhe ndërkohë që shkëlqësitë e tyre largohen nga salla, duhet të qëndroni në hallin plenar dhe ju inkurajoj të dëgjoni seancat në vijnë nga Jared Kushner dhe një seancë tjetër e shkëlqyer me Linda Ramën, e cila nuk ka nevojë për prezantim. Ju lutem zonja dhe zotrinj, jeni të mirësjell të prisni ndërkohë që shkëlqësitë largohen nga salla. European citizens. Our destination, our geography, our history, the past, the current, and the future belongs to Europe. No one decides what I am. I'm just born in Europe. I'm European. Yes, I consider myself an European. Yes, of course. I see myself as a pure European in many ways. I don't know if it's good, it's bad, or if it will be easy or difficult for us to be part of it, but they should join. Of course, why not? We have potential in many ways, so we just need some changes. Shumë rëndësishme, provojmë edhe ne aty fëmijët tonë që janë në shkollë, se ne duhet të bashkohet, sepse do kemi shumë të mira dhe nga pjesa e forcave të armatosura, do jemi më të sigurt, do edhe neve për më mirë për spitalet, në gjitha gjërat do mendoj se do kemi një gjë më të mirë. I've seen places like Bulgaria and Romania that are not more advanced than us, and we are in the same conditions. Albania, it may seem like a bridge, to connect most of the countries with each other, so it can help European Union for a lot of things. Because we have all the characteristics of an European, so why not? I think it will be maybe 2030.
that in 4 or 5 years we join European Union, We will be a normal European country. I think it would be much better. In 10 years, Albania, I see with USA, not with Europe. Mendoj që pas 10 vitesh e ndi vetën që dhe Shqipëria do jetë pjesë e familjes europiane. Po sigurisht që jemi në rrugën e duhur, edhe Shqipërinë tamam, po dhe me Evropën të jemi. I think after 10 years we will find Albania as a development state, stable economy, and I really hope that these changes
Rikthehemi sërish në studion e Euronews Albania, ku në këtë pjesë të programit fokusi do të jetë tek situata post-zgjedhore, tek situata në fakt, por edhe rezultatet zgjedhore që tashmë i kemi thuajse gati certifikimit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kur pritet vetëm numërimi i votave të diasporës sa e takon shtetit grek, ku procesi i numërimit ka vijuar ditën e sotme rreth orës 9 dhe pritet deri në momentin e fundit kur të kemi edhe rezultatin final, në një kohë që Partia Demokratike e ankimon, më themi, gjithë procesin e numërimit. Genz Burimi na bashkohet përmes Skype për të bërë së bashku një analizë sa i takon procesit zgjedhor, por edhe procesit të numërimit. Burimi, faleminderit që je me na. Po, përshëndes. Besoj ke ndjekur me shumë vëmendje gjithë procesin e numërimit, që ka qenë një proces i qetë me disa incidente të vogla të shënuara në rang kombëtar dhe procesin e numërimit. Por me sa duket vëmendja më e madhe tashmë është tek vota e diasporës. Mund të bëjmë së bashku një bilancë sa i takon votës së diasporës si fillim? Po, më të bëjmë, po. Si shikon ti të gjithë pretendimin dhe ankimin e Partisë Demokratike sa i takon, më themi, votës Greqis, ka patur edhe kërkesë me shkrim drejtuar Celibashit për të gjitha, mund themi, ankimin, për gjitha për pretendimet që kanë sa i takon numërimit dhe zarfit B. Pretendimet që qëndrojnë? Sigurisht një skuadër që humbë do kapet në çdo gjë që i shkon asaj për shtat. Dhe në këtë rast ka gjërat e vota e Greqisë edhe në përgjithësi që i shkojnë për shtat. Pastaj a do merret parasysh apo jo, pam që KQZ si mori parasysh, po që pse jo, është ndeshje elektorale, çdo palë luan me forcën që ajo ka. Sot PD-ja është në mbrojtje ka vënë re që në Greqi zarfet janë dhënë pa firmën e marsit të zarfit. Meqenëse ligji thotë që duhet të verifikohet në diasporë identiteti i marsit me anë të firmës dhe të njoftimit, këtu PD-ja shef një boshlëk dhe mundohet ta shfrytëzojë, nuk shokohen fare. Pastaj mbrapa anomalia. I bie faj Partisë Socialiste si forcë majoritare, i bie faj do e lës firmës të kontraktuar postare nga autoritetet tona. Kush do të mbajë përgjegjësi për këtë nëse pretendimet e Partisë Demokratike qëndrojnë? Kur u shfaq ai flamuri i Shqipërisë së Madhe në ndeshjen Shqipëri-Serbi, kujtohet stadium ku se mba përgjegjësinë, e mbajnë tifozët, e mbajnë skuadrat që larguan nga ndeshja, e mbajnë fajin. Në shpet në sport thuhet që fajin e mban organizatori. Apo jo? Në sport thuhet që fajin e mban organizatori, kështu që e qartë Burim. Prandaj ja pak cinik, po që shikoni, po dal ende nga fjalimi i Macronit dhe jam ende në komplet tjetër botë, kështu që e kuptoni edhe që presidenti sot i Evropës, pra Macroni sot është fuqia e parë politike në Evropë. Do thotë që kemi hyrë në një botë efikasiteti, që demokracitë, një fjalim të tillë që dëgjova tani në Tiranë nuk e mban kur Franca. Përse? Mund bëjmë, megjithëse më kalove këtu tek fjalimi i Macronit, okay, qëndrojmë dhe pastaj kalojmë tek politika dhe situata zgjedhore në vendin tonë. Tha ndër të tjera, kemi hyrë në një botë një strategji e re të Europës kërkonte besimin me patjetër tek Europa si institucion. Pse këtë lloj fjalimi dhe pse nuk e mban në Francë një artikulim të tillë? Të them shqiptarëve, sot Macroni ju bëri filozofi politike, ju bëj një pyetje. Edhe sot pyetja është: demokracitë përballë regjimeve autoritare apo gjysmë demokratike që mund të jetë Shqipëria apo dhe Serbia. Dhe Macroni dha për i bëri një botë ku demokracia nuk po tregon më efikasitet përballë këtyre lloj regjimeve të tjera mikste. Janë më efikase. Ke neve thotë në demokraci, ke shumë kontrolle, ke shumë procese. Në një kohë që sistemi si Kina është efikas. Është i përgjithshëm. Këtë është, dhe prandaj Macroni vjen në Shqipëri sot i manitur, ato tha, shkonin të vëndë, dhe kjo është vend efikas. Këto i tha fundfare. Keni një ram, 4 mandate, ai në Francë sot në Francë ai shpërndar parlamentin, nuk ka më mandat Macroni me qeverinë. Macroni ka shumë idea, po e bllokon demokracia të ja realizojë. Në Shqipëri thotë ja një ram, 4 mandate, vazhdoni më është regjim si regjim që autoritar kuptimin që ka autoritet, nuk ka më diskutime. Kjo është filozofia sot. Tani mund të diskutojmë neve u vota apo si voton votat, por sot unë dëgjoj sot si gazetar që numri 1 në Evropë sot që sot demokracia nuk është më efikase sa regjimet autoritare. Por në asnjë moment nuk e artikuloj si regjim apo na lan neve si teleshikues apo si qytetar ta lexojmë si një lloj regjimi. Pra ishte shumë i kujdesshëm në artikulim.
Po i mos u përgjigj fare me Ramën, ai i përgjigj pyetje nga salla. Po Rama është në kuptimi, fare pastaj bëri me Ramën, po si kishte Ramën, ai kishte vetë Macroni, si Macron se nesër do jetë më pushtet pas 2 vjetësh. Ai Macroni thotë që unë me eksperiencë ime, të që shoh sot demokracitë nuk janë më efikase. Jemi shumë të ngadalta. Atë po ta thotë Franca i të bëhet. Çfarë flet? Po do të po e ka drejt. Shfrytëzoi terrenin jashtë territorit të tij dhe këtë forum dhe vëmendjen e 800 mediave që ndodhen në Shqipëri për dhënë këto mesazhe që tim artikulon se nuk mund t'i thonte në mediat apo në shtypin e shkruar në Francë. Po Francë nuk ka fare ky forum nuk ekziston fare në Francë. Po vjen Francë ky forum në moment merrem me të forumin që pam sot janë që shumë i rëndësishëm, do merren me atë organizon, do merren me Gordon Sarkozy. Atë që ai organizon forumin është ai që i mori gruan Sarkozy, Cecilias, është Richard Atias, bashkë me Cecilin që në krah. Kështu që në Francë çfarë flet? Te neve divion komplet shtypi, nuk merren me këshillësh. Po Macroni ka drejt, Macroni tha sot një mesazh shumë fort që nuk ka më rëndësi çfarë gjime shka, mua më duhet tha Macroni një Europë kontinent për 700 milion konsumatorësh. Ato tha. Kemi Europë, tha, plus vendet më të kanë perëndimor, plus Ukraina, plus Britania e Madhe, haroj Turqin, ja kemi 700 milion. E la qëllimisht të Turqin për faktin dhe rëndësinë që ka në rajon? Po thonë sot si empire, si perandori, dua një perandori europiane, pse jo? Po pra, tha kërkoj një strategji të re të Europës, kërkoj gjithmonë besimin tuaj për Europën si institucion, si kontinent për rëndësinë që ka. Po, Macroni që ulur në krah, e pati parë që ulur në krah me numrin 2 më të fuqishëm të Arabisë Saudite. Yasir Rumaya, që është presidenti i fondit sovran arab, ai fond që ka dhënë parat Jared Kushnerit me cilin mbledhën Sazanin. Si mund të thotë Macroni, krah numër 2 të Arabisë Saudite, që me Shqipëri pati problem zgjedhjesh. Në Arabi as ke fare zgjedhje. Kështu që do unë zburimit, bëjmë sinik, pse jo? Të njëm ke teza e efikasitetit, pse jo? Oke, Rama se heq kapelen, oke, nuk ka shumë zgjedhje të lira, ka probleme, po e më të mira se në Arabi Saudite, më të mira se në Kinë, më të mira mbase se në Turqi, oke. Po pa tregon efikas në konceptin Macronit. Pra të shoh në Shqipëri, të shoh në Shqipëri investime, të shoh në Shqipëri shqiptarë që punojnë, por nuk po shoh. Sot Serbia është shumë herë më atraktive se sa Shqipëria. Pra nuk po shoh samiti që bëhen, ky samit u bë edhe në Moldavi, mos harroni, samiti përpara Shqipërisë, para vitesh u bë në Moldavi, samiti i KPS. Ku çfoli? Pra nduan brapa rezultate. Qytetet nivelit e Shqipëri, të arabët vërtet s'ka demokraci, po ka pasuri, Kina vërtet s'ka demokraci, po sot kemi më shumë milionerë në Kinë se kanë gjithë Evropën e Bashkuar. Të nuk po shoh Shqipëriun. Të rritet mbikëqenies, pra jam dakord të paguajmë një çmim nga demokracia, pra demokraci jo shumë perfekte, por të kemi si kompensim të mira ekonomike sipas konceptit të Macronit. Pas po shoh në Shqipëri. Bërum, s'po shoh. E qartë, po qëndrimin... Që pra neve për votën diasporës, po i gjërat vogla fare, janë vogla për atë që ti artikulon pasi jeton në Francë, po për ne shumë e rëndësishme për të parë se si shkoni gjithë procesi zgjedhor nga fillimi në fund, kur mblidhen votat, kur konfirmohet një mandat tjetër nga anon dhe si formohet qeveria. Të dëgjova mirë, falen, se pa të thash për rëndësinë e votës së diasporës dhe procesit zgjedhor në vendin tonë. Ti jeton në Francë dhe ke përballesh me një sistem tjetër dhe mbase mund të duket shumë e parëndësishme fakti që ne japim pesh në fakt votës së diasporës, procesit zgjedhor, procesit të numërimit, teknikaliteteve që nuk shkojnë. Jo, s'mund ta thonim këtë, unë jap shumë peshë, jap shumë prezente për media, i kam komentuar shumë zgjedhjet, i kam kritikuar shumë, kështu që nuk është, po thoya edhe një herë, intervista jon ndodhi fill pas fjalimit të Macronit tek teatri i Operës së Baletit dhe që ngre i manitur nga guximi i Macronit thotë gjëra të tilla që në fazë të thashë të kur. Demokracia nuk është më efikase siç janë sistemet hibride. Këtë po shikoja dhe po thoya që për çfarë po flasim? Për çfarë po flasim? Domethënë që Dhe një pyetje sa i takon kësaj. Votash në Greqi, pra dhe një herë, ose jemi purista dhe duam demokraci perfekte, dhe ky është lloji im. Po kush jam unë? Ke njerëz, ke shqiptar, ke kinez, ke arab, që mbase nuk duan demokraci perfekte ose pa demokraci, po duan efikasitet ekonomik. Ke një shtëpi, të rrisin fëmijët, ti çën për shkolla, ke një makinë, ke një weekend.
Atëherë, nëse qenë njerëzore thotë, unë dua këtë dhe mënyrë që çon kjo pa rëndësi kam çon demokracia, apo më çon autoritarizmi, apo më çon sistemi shqiptar hibrid, s'ka rëndësi. Dhe pse jo, unë filozofikisht e pranoj këtë gjë, po dhe këtë nuk po e shoh në Shqipëri. Pra, presidenti Rama të mandatë 4 të sjell këtë mirëqenie ekonomike, pse jo atë po, pse jo, okay, paguam një çmim demokratik, po që vlente. Por nuk mund të jetë suksesi i Shqipërisë që të hyjë në BE, sepse kështu mund të thotë në BE që janë ende të trishtuara. Bullgarët nuk janë tepër të lumtur, rumunët janë tepër të lumtur. Po shikoni në Rumani. Ti që Rumania ka që lumtur në BE, rumunët nuk do të shkonin të votonin në mënyrë kaq ekstreme për rusit. Pra edhe një herë, çfarë objektivi kemi? Paktën Macroni u tregua si po i tha një objektiv. Objektivi është mirëqenia. Në Shqipëri sot po shoh të mirëqenie edhe një herë që do ta prisja ta shikoja një vend Shqipëria me kaq atu, me kaq si thuash avantazhe natyrore, po dhe intelektuale, ke një popull të formuar mirë, të rinj të formuar mirë. Se bie të heq marrëdhëniet financiare ekonomike Shqipëri SBA $200 milion. Shqipëri, Serbi, SBA $15 milion. Burim. Ti mund të çfarë duash. Në vijat të përgjithshme, çfarë do të shoh ty? Edhe që vinë në Shqipëri investime, janë investime që janë me para publike. Publike nuk ke investitor të huaj të mëdhenj që të rrezikojnë parën e tyre siç e rrezikuan për shembull parën e tyre këta firmat automobilistike gjermane që investuan në Poloni, në Hungari, para krijuan ato zinxhire të prodhimit të Mercedesëve, të firmave të BMW-ve në Europë qendrore, Mittel Europa. Nuk po e shoh këtë rrezik që po marrin investitor të huaj në Shqipëri. E marrin në Serbi, e marrin në Maqedoni, në Shqipëri. Në këtë pres shoh. Atëherë po. Me qëndro pak që të të bëj dhe një pyetje të fundit se takon këtij forumi. U shpreh ndër të tjera me shumë ironi që janë xheloz që ky forum po zhvillohet në Shqipëri. Macron tha se investoni në vendin tonë pra në Shqipëri pasi është i portë hyrëse jo vetëm për gadishullin e Ballkanit, por edhe për Europën. Sa i takon edhe çështjes për besimin që duhet rikthehet tek institucioni i gjithë kontinentit të Europës dhe gjithë vendeve të Unionit dhe përmendi ndër të tjera edhe situatën në Ukrainë. Mendon se shfrytëzoi Macroni ndër të tjera Shqipërinë, mikrofonin, daljen për media dhe vëmendjen e gjithë mediave europiane për të çuar, më themi, disa shigjeta shumë të rëndësishme edhe për politikën botërore kur lidhemi me rastin e Ukrainës, pasi edhe dje u fol shumë për situatën me Ukrainë, ka qenë edhe Macron, Zelenski në Shqipëri, ku ndër të tjera është folur edhe për sigurinë në Europë, por edhe për rastin specifik të Ukrainës, duke ndjerë deri diku jashtë loje ndër të tjera edhe Putin. Nuk e besoj fare, për dy arsye. E para sepse këto forume nuk kanë pikë edhe një herë pikë, si thuash, mediatizimi në Evropë. Nuk ka. Po pati gazetarë që e ndoqën si moment ditën e djeshme. Po mund të kesh, por nuk ka ke neve. Po mund të kesh, por nuk ka shumë. Juve Shqipëri, dini juve që bëjë unë një pyetje. Ti e di, kolegë dashur, që ky njëti samit u bën në Moldavi para 2 vitesh. Po. Bëj një sondazh me këtë njerëzit. Nëse kanë informacion për çfarë zhvillua dhe çfarë prodhoi, e drejtë. Pati shumë gazetar. Moldavi dhe Moldavia ashtu si Rama i bëri shumë lajkabetës që jemi të aftë. Po mbrapa kush fol për Moldavin? Dhe njëri, mos qindroni të kërtisë shqiptare, nuk me të dizo pra arsye, pra kjo një që nuk është mediatike në Evropë. Kjo që tha Macroni tu, as kusht në Francë, as kusht nuk do të titoj. Pse ishe vetëm gjatë Bardezi gjithmonë? Bardezi unë jetoj. Unë s'kam asnjë lloj interesi, janë 3000 kilometra larg, unë do shkoj për ato që shoh. Ti do të zbukuroj, më të zbukuroj po. E qartë, më fol pak për situatën dhe për rastin e Ukrainës, që të kalojmë tek zgjedhjet në vendin tonë. Arsye dytë, Ukraina, arsye dytë. Që s'mundë, sepse ky moment erdhi një moment shumë të disavorshëm për Macronin dhe për Evropën, sepse sot Macroni kur erdhi në Tiranë, Evropa ka qenë turpëruar. Pse? Dhe pra ja bëri një pyetje gazetari. Ja bëri një parë. Sepse kjo Evropë, që thënë janë e kaluar që i japim ultimatum Rusisë të shkojnë në bisedime, përndryshe njëherë sanksionet. Dhe çfarë tha Macroni? I tha Macronit, me kuptoni një gazetari në huaj se jeni shumë Shqipëri juve. A nuk u doli të përruar e poshtëruar Evropa nga këtë? Çfarë tha Macroni? Jo, tha zola unë përruar. Doli të përruar, doli Trumpi tha. Ishte Trumpi tha që koi tha negociatas, ku am neve. Kështu që për Ukrainën nuk ka asnjë mesazh. As edhe një mesazh. As një mesazh sot Evropa sot përpara Ukrainës sot në moment që flasim sot Evropa është e përruar se edhe një herë kërcënoi që nëse nuk ka bisedime do keni sanksione. Ku janë sanksionet? Mbetet gjë vetëm në kuadër të retorikës, Burim? Më fal? Mbetet të gjitha në kuadër të retorikës?
Retorikë sepse ishte një summit që ishte parashikuar më para. Të ditë Macroni kur parashikua ky summit në Tiranë, që do ndodhte të kishte ngjarjesh. Ti do shkosh, do bësh summitin, çfarë do bësh? Po sot realiteti është që ata vranë në mënyrën më miqësore sot 9 civil të pafajshëm. Për mua është një shkallëzim i jashtëzakonshëm i luftës pas Buçkës, që ndodhi sot, dhe betat Shqipërisë dhe fare dhe habitëm komplet. Habitëm. Dhe një habitëm me nivelin e metëve të Shqipërisë jeni kaq të shkëputur nga ç'ndodh në botë, jeni me atë botë të shqiptare. 9 të vrarë sot një autobus Ukrainës, turp. Burim. Po do të thashë gjithë më dëgjoj pak të lutem. Jo, do të ndërpres tani të lutem. Çfarë bëni për pasot? Siç flasim për politikën. Jo, më dëgjoj pak të lutem. Shumë pak rëndësi për gjatë reale. Më dëgjoj. Secili prezantues paktën flas për Euronews. Ja jep hapësirën, siç ja jep politikës, ekonomisë, sportit, Kosovës gjithashtu, ja ka dhënë gjithmonë edhe zhvillimeve kryesisht në Ukrainë në lindjen e mesme, çfarë zhvillimesh ka të reja edhe në Rusi. Besoj bjem dakord nëse një edicion informativ të hapësh në Euronews apo të ndjekësh, do e ketë peshën. Po, jam dakord, po thjesht po duhet të analizoja Macroni me Ukrainën, të kupton shqiptarët sot që sot Europa sot është një situatë tepër të disfavorshme me këtë që bëri këtë javë Rusia, Ukrainës, Evropës dhe SBA-ve. E para i ofendoi duke mos shkuar fare Putini në negociatë, së dyti shkon të bombardon sot një autobus me të pafajshëm. A ka sot një shpiplak plus shpiplaka, të thatë parë nuk e di ka thënë Euronews apo jo, ai avioni rus Sukhoi që hyri në hapësirën ajrore të NATO-s për gjatë 1 minute në Estoni. Dhe ne lam me Europian. Në kohë që Turqia kur hyri avioni rus në hapësirën ajrore turke në 2015, për 8 sekonda Erdogani e rrëzoi avionin rus. E qartë. Dhe prandaj më thotë që demokraci duan shumë kohë të bashkohemi, të vendosim, prandaj ato janë regjime efikase Erdoganit. Ta rrëzon avionin, prandaj është efikas Kina, prandaj është efikas, edhe sot SBA është efikase, është një Trump që vendos të bëjë një lloj regjimi hibrid dhe SBA në këtë moment efikase. Dhe kjo është një debat i madh filozofik që te kalon Shqipërinë. Prandaj them në Shqipëri mos u bësi kohë me këto gjëra, në Shqipëri keni një eksigjencë ndaj Tiranës, se jo zgjedhjet i morën në mënyrë kontestueshme, për të paktën shohë gjithë botën në Shqipëri, po paktën të ketë ai shqiptari i varfër, një thërrim të vogël nga ato samitet të mëdha që kushtojnë miliona, një thërrim të vogël të ketë Shqipëri investime. Burim. Të funksion shqiptar. Me sa duket unë gjithmonë kur do të ftoj ty në intervista për Euronews, ose do vënojmë pak në kohë, ose do kemi ngjarje që na e morin vëmendjen. Por gjithsesi ti më bëre një rezume shumë të mirë të asaj që u tha në këtë forum dhe të gjërave apo retorikave që kur nuk shkojnë deri në realitet. Unë të falenderoj shumë për kohën. Po ashtu, kresinja. Ndërkohë ne nga kjo bisedë me Genc Burimi do të shkojmë te forumi sërish, ku po mban fjalën e saj Linda Rama. E ndjekim. Linda që ju konsideroj si mike. Pra, kemi zgjedhjen për mandatin e 4. Natyrisht, profili juaj nuk është politikane. Si keni lundruar për 12 vjetë në këtë arenë politike? Së pari, faleminderit që më ftuat në këtë forum dhe do të doja ta nisja me një fakt që të jesh krah Edit. Këto 12 vjetë ka qenë një mundësi e shkëlqyer për të kontribuar nga ana ime në një moment historik dhe mjaft të rëndësishëm për vendin tim Shqipërinë. Në fakt, sa i takon profilit, e gjithë jeta ime është shpenzuar në politikat publike dhe çështjet e zhvillimit dhe kam qenë si rrjedhoj shumë e ndjeshme ndaj grupeve vulnerabël dhe kam qenë një avokate drejtave të grave, drejtave të njerëzit. Në një moment të caktuar në kohë përfundova të isha dikush që ishte aktiviste për të drejtat e njerëzit dhe politikat publike në të njëjtën çati me personin të cilit i ishte besuar drejtimi i politikave publike dhe ndryshimi i jetës njerëzve dhe ishte sfidë për të dy ne. Kuptova pastaj qysh në fillim që sapo bësh bashkëshortja e dikujt që zgjidhet, rreziku është që menjëherë pas kësaj njerëzit të shohin vetëm si bashkëshorten e kryeministrit. E di për çfarë po flet, e di. Po, në fillim mendova që thjesht do t'i shtoja një dimension
tjetër profilit tim personal, por e kuptova më pas që më duhet të ruaja identitetin tim profesional e personal. Si e bëre? Ishte shumë sfiduese. Së pari, ishte shumë e vështirë të tejkaloje skepticizmin e njerëzve. Ju thoja gjithkujt që unë do të vazhdoj të jem i njëjti person si më parë dhe do të punoj në të njëjtën fushë si më parë, por ishte shumë e vështirë për ta besonin. Në fakt, unë jap vetë makinës, nuk kam një dado për fëmijën tim, unë gatuaj vetë. Dhe në fakt për njerëzit ishte shumë e vështirë, nuk e lidhnin dot këtë lloj narrative me bashkëshortin e dikujt kaq të fuqishëm. Natyrisht, është e vështirë, natyrisht që ju keni fuqi, por është e vështirë që t'i bësh njerëzit të kuptojnë që mund të bësh shumë në aspektin humanitar, në aspektet e tjera. Dhe kjo është ajo çfarë jeni përpjekur të bëni, apo jo? Po. Dhe për gjatë viteve mendoj që kam bërë atë çfarë synoja të bëja e ku besoja. Dhe pash që niveli i besimit është rritur dhe në fakt Edi tha që unë ndje mirë kur zgjodhet Shqipërinë në raport me Francën e Europë. Po kam pasur dhe unë një moment që kam ndjerë fuqizim. Vitin e kaluar, ku të gjithë anëtarët e opozitës në parlament u mlodhën bashkë dhe ju kërkuan institucioneve ndërkombëtare që ndihmojnë Shqipërinë për 30 vjet për të mos më pranuar në asnjë projekt të tyre. Dhe thash, në fakt duhet të nxjerrin Edin nga detyra, pse mua? Pse të më lën mua pa punë? Dhe ishte diçka shumë e mirë të shihje që ishte kisha një profil që ishte, si të thuash, më mbi në këtë rast më me fuqi se sa e kryeministrit. Cecilia, mendoj që profesionizmi, pavarësia dhe të qenit i drejtë për të thënë gjithçka që mendon në mënyrë të thjeshtë dhe për më tepër të qenit me njerëz gjatë gjithë kohës e konkuron politikën. Dhe këto lloj profilesh mendoj që janë profile mjaft të fuqishme. Ndaj njerëzit janë kaq të fortë sepse në jetët e tyre normale janë profesionistë, janë të aftë të bëjnë gjëra, janë të drejtë për drejtë dhe votimi është një nga momentet sublime të qenit të drejtë për drejtë dhe janë të pavarur. Ja pse janë vërtet të fuqishëm dhe politika si duhen gjatë tërë kohës. Më lini të kthehem paksa në të shkuarën. Në 1991, pas regjimit komunist, dua të di se si brezat e rinj jetojnë me këtë të shkuar. Si mund t'i inkurajoni si përmarrësit e rinj që të ecin përpara duke e ditur që vendi ka qenë në një regjim mjaft të shtrënguar, regjimin komunist, edhe si mund t'i ndihmoni ju këta të rinj të ecin përpara dhe të krijojnë një vend të ri në këtë vend. Së pari, dua që të jap 2-3 shifra se si e nisëm të rrugtim pas rënies komunizmit. 30% e njerëzve në 1991 në zonat rurale dolën pa punë dhe papunësia arritej dita ditës për shkak të kolapsit të ndërmarrjeve publike. Fakti ishte që brënda një viti, një vend krejt i izoluar, pati qindra mijëra njerëz që u larguan nga vendi si emigrant. Dhe ne jemi vend mjaft i pasur me ujë, por uji në shtëpi vinte 2-3 herë në ditë. S'kishim as pak, pra kishim mungesë, dhe vetëm 1/3 e banesave ishin të lidhura me tubacionet e ujësjellësit.
Pastaj, ishte shumë me interes fakti që një familje mesatare kishte një shtëpi prej 30 metër katror për një familje. Energjia elektrike kishte mungesa dhe në fakt shkuam nga një besim i plot, një pavarësi e plot nga shteti në një nivel krejt tjetër mos besimi ndaj shtetit. Në fakt, 1991, 92, 93, ekonomia hije apo informale ishte gjysma e ekonomisë në Shqipëri. Kjo ishte gjendja. Imagjinojeni se çfarë lloj agjende shtrihej përpara njerëzve dhe politikanëve. Në fakt, në 35 vjet jemi ne, brezat e rinj të asaj kohe, që qem në gjendje të fitonim kohën e humbur nga prindrit tanë e prindrit e prindërve të tyre, jo për shkak të tyre, jo për fajt të tyre, por për shkak të mundësive që patëm për të dalë nga komunizmi e për të shkuar në një sistem krejt tjetër të mbusur për plot me mundësi. Mendoj që gjatë kësaj kohe arritëm kohën dhe dëgjuaj presidentin Macron dhe në fakt e dëgjova shumë e lumtur që ai konfirmoi që bien dakord të zgjerojnë Bashkimin Evropian e që ai është mbështetës i antarësimit tonë. Fakt është e drejtë, sepse Shqipëria duhet jetë në Europë. Po, dhe ja kemi dalë të krijojmë këtë nivel besimi. Dhe ka qenë brezi ynë që ka bërë këtë gjë. Por, për aq kohë përderisa e bëjmë këtë, nuk ishte vetëm ekonomia që na shqetësonte, por edhe trauma e vjetër e zakonet e këqijat imponuara nga komunizmi. Dhe mendoj që në këtë drejtim ndoshta nuk patëm fokus për të bërë shumë, dhe kjo shërben për të gjithë botën, sepse gjithçka që po ndodh sot po lë gjurmë për brezat e rinj. Dhe mendojmë që sapo brezi ynë do të përfundoj rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, do duhet të kujdesemi që fëmijët të rinjt të përpiqet të shfrytëzojnë të gjitha mundësitë e tyre për të ecur më tej në një botë globale, sigurisht. A mund të ndani këndvështrimin tuaj për ndikimin psikologjik të së shkuarës në shoqërinë aktuale? Kaq shumë vite komunizmit të ashpër, ka shumë të tilla, sa më shumë shkon koha, përpiqem dhe shumica e shpjegimeve që gjej për atë çka ndodh përreth ka një lloj lidhje me të shkuarën. Mund t'ju jap, duke qenë se jemi në një forum financiar investimesh, mund t'ju jap një shembull shumë të vogël. Gjatë komunizmit, familjet shqiptare dhe individët nuk lejoheshin të merrnin hua nga bankat, për shembull. Dhe ka një frikë nga brezat e prindërve tanë që ju është përcjell brezave tanë për të mos shkuar në bankë e për të mos marrë hua sepse huat janë të këqija. Dhe në fakt, në qoftë se sheh raportin e depozitave, natyrisht situata ka ndryshuar kryekëputse, në të kundërt nuk do të shihnit këtë lloj zhvillimi vërdall, por ekziston ende një frikë nga qasja në bankë. Ndaj vazhdon të ketë një ekonomi me para në dorë dhe ndaj ka sërish një dro, një hezitim që të shkosh në bankë, të paraqisësh një projekt biznesi, të marrësh hua dhe të krijosh marrëdhënie me bankën. Po pse ndodh kjo? Ende ndodh kjo sepse nuk kemi punuar ende mjaftueshëm me këtë. Po, 1991 nuk është kaq larg, është 3 dekada e gjysmë, nëse kemi qenë në gjendje të ecim kaq shpejt në këtë rrugë zhvillimi, dhe nuk po flas vetëm për Shqipërisë, për shqiptarët në Shqipëri, po flas edhe për shqiptarët kudo gjenden. Ambasadorët më të mirë të Shqipërisë janë shqiptarët
që ja kanë dalë me sukses në çdo fushë dhe janë kthyer. Në çdo fushë në botë, natyrisht që jetojmë në një botë të lirë. Ne jemi të lumtur që ata të kthehen, por ata kanë bërë maksimumin kudo gjenden. Ata duhet të shkojnë kudo mendojnë që është më mirë për ta, por ne e dim që një pjesë e jona është me ta kudo që ata janë. Dhe patjetër që duam që edhe të huaj të vinë këtu. Në fakt, unë ndjeva shumë e lumtur kur dëgjova Edin që tha, natyrisht me një lloj doze humori, që edhe francezët duan të rinë të punojnë, por ky është realiteti. Italianë e shumë të tjerë nga vende të tjera, po e gjejnë Shqipërinë gjithmonë më shumë tërheqëse. Si i shihni të rinjtë sipërmarrës këtu në Shqipëri? A janë ata të gatshëm, kanë vullnet të ecën përpara për vendin? E di Cecilia, unë mendoj që edhe një herë ne ende nuk jemi të aftë ta njohim rinin në mënyrën si është problemi ynë, dhe në qoftë se do të shohësh median, nëse do të shohësh skenat publike, janë të mbushura për plot njerëz të moshës mesme a më të madhe, por nuk sheh shumë të rinj. Pse ndodh kjo? Sepse mendojmë që i njohim, por në fakt nuk i njohim. Dhe në qoftë se i takon nga afër e kupton që ata kanë një fuqi që ne nuk e kemi. Brezi ime kanë fjalën. Vjen për shkak të kohës që jetojnë dhe për shkak të investimeve të jashtëzakonshme që prindrit e shoqëria kanë bërë tek ta, që ata të ecin përpara sa i takon arsimimit e për të mësuar në mënyrë konstante në një botë që është plotësisht e hapur për ta. Dhe ju, veçanërisht ju personalisht, apo ndihmoni përmes një fondacioni a në tjetër mënyrë për t'i fuqizuar ata, për t'i ndihmuar ata? Mendoj që me të gjitha publikimet që kam nxjerr, projekte, diskutimet që kam bërë, por edhe duke ruajtur atë lloj trysnie timen vjetin, përpiqem të sigurohem që gratë, të rinjt, fëmijët të marrin sa më shumë vëmendje nga shoqëria dhe nga qeveria. E po kështu edhe nga politikbërësit. Më duhet të eksploroj më tej. Edi është tashmë në mandatin e 4. Je entuziaste për këtë? Jam shumë entuziaste dhe e prekur, e mallëngjyrë thellësisht, sepse ndjeva sikur po lidhej filli midis prindërve tanë dhe asaj çka ëndërruam në 91-92 për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Aso kohë qeveria e parë demokratike mori një mbështetje të jashtëzakonshme nga qytetarët. Duket sikur ka një fill që lidhet pas kaq shumë vitesh dhe shqiptarët, sepse vazhdojnë të ëndërrojnë Shqipërinë në Europë, i besuan Edit një mandat që është shumë i fortë. Mendoj që është një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Ndjej peshën mbi shpatulla për të mos zhgënjur askënd nga ata që e ka dhënë këtë mbështetje dhe për të lejuar të rinjt që të çelin një shteg krejt të ri. Është misioni ynë për ta përfunduar këtë proces si brez, në mënyrë që fëmijët tanë të nisin një tjetër nivel angazhimi. Dhe e dini, në fakt rinia është themeli i një vendi, arsimi është i rëndësishëm për ta, mendoj. Shoh që nuk është se kemi shumë kohë e do ta mbyll me një pyetje mjaft e lehtë. Do doja t'ju pyesja, në qoftë se do të kishte 3 gjëra që do donit të thonit për Shqipërinë, për vendin tuaj,
Dhe çfarë do qofshin ato në nivel personal, kulturor, apo çfarë do lloj gjëje që mendoni, çfarë do të ishin ato? Gjëja e parë, sepse pash videon që ishte përgatitur dhe jam tërësisht dakord me të. Gjëja e parë që do të përmendja është diversiteti. Në 3 nivele i natyrës, këtu mund të gjesh Karaibet, mund të gjesh Toskanën, mund të gjesh Alpet e Zvicrës, në këtë vend kaq të vogël mund të gjesh gjithë botën, është një vend shumë i bukur. Dhe pastaj larmia, diversiteti kulturor. Dua të përmend që në këtë territor ka më shumë se 3000 kostume tradicionale dhe shumica prej tyre janë unike në botë. Dhe 3 besime fetare që bashkëjetojnë në harmoni dhe janë një trashëgimi e madhe për ne. Gjëja e dytë që do të them është dinamizmi. Jemi një kombë mjaft energjike dinamik, është e vërtet. Dhe edhe tronditjet na trondisin. Pra, ne mund kemi tronditje ndodhi në 97-ën, paksa në 2000-2008 ndodhi, me tërmetin, ndodhi me pandemin, vitin tjetër, ne qemë sërish mjaft vital dhe vazhduam me rritjen. E treta është një tjetër devocion. Jemi mjaft të përkushtuar ndaj familjeve tona, familjarëve të afërt, jemi mjaft të devotshëm kundrejt vendit dhe krejt të devotshëm ndaj Europës e ndaj botës. Dhe këto 3D na bëjnë ne 3D. Faleminderit shumë, Linda, ishte një kënaqësi që ju kisha. Gjithashtu, faleminderit. Ishte Linda Rama në forum ku mbante dhe fjalën e saj, në fakt ishte një intervistë që dha. Ne do të shkutemi për pak momente, pastaj do të rikthehemi sërish në studio për zhvillimet e fundit politike dhe do të bëjmë një analizë sa i takon procesit zgjedhor dhe procesit të numërimit, ku ditën e sotme në Parkun Olimpik po mbahet dhe procesi i numërimit i votave të diasporës për Greqinë, në fakt që dhe vetë Partia Demokratike po e konteston, vetëm pas pak.
Rikthehemi sërish në studion e Euronews Albania ku këtë pjesë programi do të flasim pak për situatën politike post-zgjedhore në vend me Enkeleda Libeajn. Faleminderit që na bashkohesh. Përshëndetje Alba. Të premtoj që nuk do të mbajshëm gjatë në këtë bisedë, në këtë ditë pushimit tënde, por do të bëjmë së bashku një analistë të shkurtër për të prekur disa detaje. Ka ngelur vetëm vota e diasporës për zonën e Greqisë për shtetin grek pa u numëruar, ka nisur një proces i qetë ditën e sotme, ndërkohë që ka, mund themi, ankim nga ana e Partisë Demokratike për shkak të zarfit B. Pretendim bosh për retorik apo me të vërtetë mund të ketë indicie që qëndrojnë? Askush nuk e di këtë fakt. Sigurisht çdo subjekt zgjedhor ka të drejtë të bëjë ankimet e veta. Nuk e paragjykoj, thjesht do të shifet brenda KQS-s, pra nga kasi, eventualisht nga kolegji zgjedhor. Në fund pastaj do të jepet një konkluzion. Nuk di të them realisht se ku është i bazuar, sa fakte ka për këtë çështje apo jo. Sa e takon deri diku të paktën edhe asaj që u pa se sa mandate mori Partia Demokratike, Socialiste, por edhe partitë e vogla dhe të reja në skenën politike. Ishte e pritshme për te asaj që kemi artikuluar ndër të tjera në shumë intervista së bashku? Shifrat nuk i priste askush, unë me thënë të drejtën. Për te çdo parashikimi optimist apo dhe pesimist, 83 mandate për Partinë Socialiste, në fund të mandatit të tretë, pra me një rritje prej 9 deri në 10 mandatesh, sipas opinionit tim tregon një deformim të madh. Fakt, analiza është fare e thjeshtë. Partia Socialiste ka marrë 52 e diçka më tepër votë shqiptarësh. Me logjikën kushtetuese, sipas së cilës në parlament përfaqësimi do duhet të jetë proporcional me mbështetjen e publikut, duhet të kishte diku ke 52% mandate. Me fjalë tjera, diku ke 73-74 mandate. Ka plot 10 mandate më shumë. Është një deformim ekstrem. Për këtë arsye, kuptohet fare mirë që vullneti i shqiptarëve i reflektuar në parlament është i deformuar. Rezultatet e deformuara, gabime nga ana e Partisë Demokratike, apo mos besim që kanë patur qytetarët tek partitë e reja dhe të vogla për shkak se u futën mbase vonë në skenën dhe jetën politike, për të treguar se mund të bëhen bashkë, që nuk u bë? Nuk e di pse ju e quani gabim të Partisë Demokratike. Në fakt është një çorb e gatuar së bashku nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Këtu kemi qenë, besoj dhe në studion tuaj është diskutuar që vitin e kaluar, kur Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, më saktë Sali Berisha dhe Edi Rama, miratuan këtë sistem zgjedhor. Unë kam qenë nga të paktit që e kam thënë që në atë kohë që me këtë sistem zgjedhor, Partisë Socialiste i falet në tryez deri në 12 mandate. Kam gabuar me 2 mandate, 10 mandate. Ju përafrove në mënyrë parazitare. Mendon se është një autogol që ka bërë Partia Demokratike kur kemi këtë rezultat tashmë? Jo. Kanë qenë të qartë, kanë qenë të kthjellët, e kanë dëshiruar këtë rezultat zgjedhor. Kam thënë që vjet në korrik, që Sali Berisha i shiti zgjedhjet që në korrik vjet pa filluar. Dhe në fakt po të bëhet një analizë siç unë e shoh, Sali Berisha nuk ka humbur. Kanë humbur demokratët e thjesht, kanë humbur dhe socialistët e thjesht, kanë humbur dhe shqiptarët, ata të pa angazhuarit, kanë humbur sigurisht edhe mbështetësit e partive të reja. Sigurisht. Por 2 personazhe janë ato të cilët kanë dalë të fituar. Edi Rama po e po. Mandat 4 me 60% mandateve në kuvet, në fund të një mandati ku së paku publike që skandalet kanë qenë kapic, njerëzit e vetë
të goditur për korrupsion qeveritar janë gjithmonë më shumë, kryetar bashkie, deputet, ministra, zëvendës, kryeministra, e me radhë. Të rritet në 10 mandate. Ka një gjë që nuk shkon me logjikën mesatare të një individi. Nga ana tjetër, Sali Berisha ka fituar. Çfarë donte me këtë sistem? Kërkonte thjesht një ushtri sa më të madhe besnikësh. E pati pas vetës të ushtri? Po 50 deputet. Besnik të tij, që i garantojnë atij imunitet politik atë që ka dashur. Dhe që ta mbyll, 2, po ta vini re, 2 kanë qenë goditjet e përbashkëta që ka bërë dhe Sali Berisha dhe Edi Rama. 1, drejtësia, dhe 2, partitë e reja. Kam përshtypjen që kanë qenë suksesshëm. E qartë. Në momentin që ne flasim me këtë situatë politike dhe me këto rezultate, kur shohim se ku është Partia Demokratike, ku i kishte pritshmëritë para zgjedhjeve dhe ku është tani? Duhet që të ketë një riformatim që mund të nisë, apo që supozohet të nisë me largimin e zotit Berisha, dhe hapjen e një gare të brendshme, jo fiktive, por një gare të vërtet për të zgjedhur dikush që mund të drejtojë Partinë Demokratike, por edhe të frymëzojë, të afrohet tek qytetarët, tek populli, tek elektorati. Pse besoni ju që përbën interes publik se që ndodhën tek Partia Demokratike? Po patjetër që ka interes publik. Po nuk ka interes publik. Partia Demokratike është thjesht një segment i rrudhur tashmë i opozitës pretenduar, se në fakt me sjelljen e tyre të paktën në 2-3 vitet e fundit nuk kanë qenë fare në opozicion me Edi Ramën. S'kam pasur asnjë lloj skrupulli për të bërë marrëveshje pazare me të edhe për sistemin zgjedhor. Problemi i tyre ka qenë thjesht dhe vetëm hallet që ka pasur i pari i Partisë Demokratike. Dhe thash pak më parë që në synimin e vet, në luftën betejën që e ka pasur me drejtsinë, ka arritur një rezultat jo të paktë, me thënë drejtën. 50 deputet, besnik, ushtar që do ta mbrojnë në betejën që ai ka me drejtsinë. Mund të ketë ndonjë eksponent brenda këtij grupi besnikësh që më artikulon ti, pra në këtë 50 që grupi besnikësh të dalë dikush ndonjë prej tyre që të thotë tashmë duhet të ketë një riformatim, një ristrukturim të Partisë Demokratike? Do të ketë nga ata zëra kritik? Po pse duhet dalë? Për të ristrukturuar partia dhe që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të bëhet një garë dinjitoze nëse duan të vinë pushtet. Nëse. Nëse. E kishin mundësinë, kishin instrumentat, të paktën sistemin zgjedhor ta bënin në mënyrë të tillë që të mos ja dorëzonin pushtetin Edi Ramës, megjithatë zgjodhen këtë sistem. Tani u thoni, a mund të ketë? Pse duhet të ketë? Nga 50 deputet, 47 prej tyre dalin nga listat e mbyllura, apo jo, Alba? Po. Do të thotë ja din për nder vetëm një njeriu. Sali Berishës. Dhe praktikisht nuk do të kenë guxim për të reaguar. Nuk u përballën me publikun. Dhe është fare njerëzore që t'ja din për nder dhe t'i qëndrojnë dhe ditë të këqija Sali Berishës. Kështu që do t'ishte e tepër të fillosh të mendosh se çfarë ndodh në një subjekt politik i cili nuk ka asgjë me qasjen për të fituar mbështetjen e qytetarëve apo më tepër për të aspiruar qeverisjen. Për më tepër, siç unë e shoh, janë komod në pozicionin e tyre si opozit, si një shtojc e sistemit të ngritur nga Edi Rama. Ali Beaj, më the që i leverdis apo i ka pëlqyer Partisë Demokratike për që në opozit dhe në fakt u ka bërë opozit 2-3 vitet e fundit. Pse nuk u bë opozit fryma e partive të reja, e partive të vogla, që për te asaj që a i donë të Partia Socialiste dhe ajo Demokratike, e panë se gjetën frymë, gjetën vota, gjetën mbështetje, gjetën një lloj kurajo në terren që ishin lodhur nga Partia Socialiste, por edhe nga ajo që
Partia Demokratike nuk ishte më një alternativë që frymëzonte. Pse nuk u bë bashkë? Pra, ka një pjesë të faj dhe kontingjenti partive të tjera përveç Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike për këtë rezultat ku jemi aktualisht? Po edhe mundet. Të paktën për ai sa që më ka takuar, së bashku me zotin Shej, kemi qenë të parët që kemi bërë të ditur prej muajsh, pra që nga dhjetori i vitit kaluar, që e udhës do të ishte që gjitha subjektet e reja, për shkak të deformimit të sistemit, pra rregullave që kishte parashikuar, përcaktuar Rama dhe Beberishën, ishte pothuajse detyrueshme që të bashkoheshin për të optimizuar rezultatin. Nuk ndodhi. Sigurisht nuk dua të qortoj askënd, secili ka pasur tezat, qëndrimin e vet, por fakti është që partive të reja, dhe kur them parti të reja, ju mungojnë më spaku nga 6 apo 7 mandate, të cilat ju kanë shkuar në fakt në mënyrë parazitare dy partive të vjetra. A mund të kishin konfirmuar këto mandate nëse do të kishin pas një koalicion dhe jo këtë luftë për unin, kush drejton, kush do të jetë, kush mund të jetë numri 1? Mundet, Alba. Sa po e thash, mundet. Nëse do të ishim bashk, duke ruajtur secili dhe identitetin e vet, do duhet jemi korrekt, nuk do të kishte ndodhur kjo firo. Megjithatë, do duhet ta shohim, jo do duhet ta gjejmë fajtorin tek partitë e reja, por do ta shohim në një këndvështrim tjetër. Shifni, janë jo pak, po minimumi 150 shqiptar, shqiptar, të cilët shkuan në zgjedhje, edhe pse e dinin paraprakisht se cili do të ishte rezultati, do të partitë të cilat do mbështesin nuk do t'jeni fituese. Votuan dhe votuan as Ramën, as Berishën. Dhe është 10% e shqiptarëve. Dhe është një shifër jo e pakt. Është një shifër e mirë, mbi të cilën mund të punohet në të ardhmen. Sigurisht, këtu është në test edhe përgjegjshmëria politike, mençuria, pjekuria politike e përfaqësuesve të këtyre partive të reja, të cilat do duhet ta lexojnë mirë këtë rezultat. Dhe sigurisht ajo që thatë ju, të ulin, të zbusin protagonizmin apo unin, nëse do duan të ecin përpara. Në fakt është një kërkesë, them unë, e gjithë publikut shqiptar. E qartë. Ali Beaj, për shkak të kohës ne do ta mbyllim bisedën, të falenderoj shumë për intervistën, por edhe për pritjen e gjatë ditën e sotme për shkak të angazhimeve dhe forumit që është vendosur në Tiranë. Faleminderit. Faleminderit ju, Alba. Gjithë mirat. Do të shkëputemi për pak momente, ndërkohë do të rilidhemi së bashku për të vjuar programin sa i takon situatës në Kosovë në orën 14. Shihemi pastaj. Në rrjedhën e pandalshme të jetës, ruajmë ritmin me